A dini përse Omeri radiallahu anhu pusti kokën e Abdullah ibn Hudhafe es-Sahmi? Kjo është ngjarja emocionuese që do të mundohemi bashku ta komentojmë dhe ta tregojmë së bashku sot. Kohën e Omerit radiallahu anhu, derisa ai ishte në betejë me perandorinë romake, në mesin e muslimanëve zihen rob 10 prej tyre. Po në mesin e këtyre 10 ushtarëve të zënë rob nga perandoria romake ishte edhe Abdullah ibn Hudhafe es-Sahmi, i cili ishte edhe njëri prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam. Me të takue me ushtërinë romake dhe të zënën rob, mbreti i perandorisë romake po pyet, mesin e këtyre 10 ushtarëve musliman, a ka ndonjëri prej tyre që është shok i Muhamedit alayhis salam? Dhe natyrisht Abdullah ibn Hudhafe ngriti dorën, tha, unë jam ai i cili kam takuar dhe kam qëndruar me pejgamberin alayhis salam. Atëherë e morri Abdullahun dhe mbreti perandorisë romake, po i thot Abdullahut, nëse unë ty të ofroj gjysmën e pushtetit dhe pasurisë time, në mënyrë që ti të ma japësh besimin tënd dhe të bëhesh i krishter, a do të pranojsh këtë? Abdullah ibn Hudhafe es-Sahmi, i sigurt, i bindur dhe i qetë, i thot mbretit, nëse ti ma jap dhe gjithë pasurinë tënde, që unë të hiq dorë nga feja ime dhe besimi, nuk do ta bëja këtë gjë. Atëherë mbreti kur e pa që joshja nuk po kryen punë, i urdhëroi ushtarët që ta fusin në burg dhe ta torturanin shumë. E torturuan aq shumë Abdullah ibn Hudhafe es-Sahmi, saqë edhe trupi i tij ishte komplet i mavijosur nga rrahja që ja kishin bërë. Përsëri mbreti tha, a ke ndryshuar mendje? A do ta ndrosh fen? Abdullah ibn Hudhafe es-Sahmi sërish i tha, asnjëherë, as nuk lëkunda nga parimi dhe qëndrimi jem. Atëherë mbreti i urdhëroi ushtarët ta marrin një kazan të madh ta mbushnin me vaj. Dhe nën vajin i cili ishte në atë kazan e ndezën një zjarr të madh. Me fillimin e valimit të vajit, atëherë mbreti urdhëroi 2 prej ushtarëve musliman ta hedhnin aty në vaj. Dhe sigurisht momentin e parë kur i hodhen, nuk mbet prej tyre përveç se kockat. Dhe subhanallahi l'azim, i erdhi radha Abdullah ibn Hudhafe es-Sahmi, dhe e kapën në ushtarë dhe afruan. Abdullah ibn Hudhafe es-Sahmi i radhën latët nga sytë. Dhe subhanallah, atëherë mbreti kur e pa këtë, i tha ushtarëve, tha ndaloni. Çka po ndodh? Tha ndaloni, ma sillni Abdullahun këtu. Dhe kur e afruan, i tha mbreti, a ndrove mendje? Abdullah tha, përse? Tha, po t'i shoh latë që po të shkojnë nga sytë. Abdullah ibn Hudhafe es-Sahmi i tha mbretit, tha, vallahi, nuk po qaj, tha, për shkak të frikës nga vdekja, por po qaj për një gjë tjetër. Cila ishte ajo? Kisha pas dëshirë, tha Abdullahu, të kisha shpirta aq sa kam flok në kokën time, dhe secilin prej tyre ta jepja këtu në këtë kazanin e valuar, sepse kjo është gjëja më e madhe që ne muslimanët e kemi dëshirë. Të vdesësh në rrugën e Allahut është gjëja më e bukur, tha Abdullahu. Atëherë mbreti tha, do ta jap për atëherë një kusht tjetër. Tha, cili është ai? Thot, nëse ti e pus kokën time, thot, unë do të liroj ty, a e pranon këtë kusht? Abdullah ibn Hudhafe es-Sahmi jo vetëm që ishte trim dhe i patrambur, por ishte edhe njeri i cili ishte i mençur dhe ishte njeri i cili kishte vlera të mëdha. Tha mbretit, nëse ti më liron mua dhe gjithë muslimanët e zënë rob, unë do ta pus kokën tënde. Atëherë mbreti u pajtua. Abdullahu e pusi kokën e mbretit romak dhe gjithë muslimanët i morri me vete dhe shkojnë në Medine. Me të shkuar në Medine, i priste atë Omeri radiallahu anhu, kryetari i muslimanëve, dhe kur i treguan për ngjarjen që kishte ndodhur, unë ngret në këmbë Omeri radiallahu anhu, shkoj tek Abdullahu dhe e pusi në ballin e tij dhe tha, është detyrë e çdo muslimani ta pus ballin e Abdullah ibn Hudhafe es-Sahmi dhe unë do ta bëj i pari këtë. Zoti qoftë i kënaqur me këta njerëz, Zoti na bëf për atyre që i përngjajnë këtyre vepra dhe punët e tyre.